26 marsi, festa e demokracisë në Kavaj. Përnder të kësaj date, e cila simbolizon qëndresën dhe revoltën e popullit të qytetit Kavajës ndaj diktaturës komuniste, dhe që shënoi revoltën e parë qytetare në Shqipëri, qyteti i Kavajës organizon çdo vit aktivitete përkujtimore. Bashkia Kavaj organizoi një aktivitet ku ishin të pranishëm shoqata 26 marsi, qytetar të shumt, intelektual, familjar dhe bashkëmoshatar të dëshmorit të demokracisë, Josif Budo. Të pranishëm ishin gjithashtu krerët më të lartë të qeverisjes vendore, punonjës të administratës si dhe përfaqësues të lartë të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Në këtë aktivitet është bërë tradit edhe një event ciklistik me pjesëmarrës sportistë nga e gjithë Shqipëria. Pas tingujve të himnit kombëtar nga banda frymore e qytetit, protokolli vijoi me fjalën e hapjes nga kryetari i Bashkisë Kavaj, zoti Fisnik Qosja. Dita e Kavajës, e shpallur me vendim të Këshillit Bashkiak, dita e cila gjithë secili për jush, aq më tepër ata që janë pak edhe më të mëdhenj në moshë, e mbajnë mend shumë mirë që kjo ditë dhe ky moment në ato vite, 25 dhe 26 marsi, ishte akti më heroik. Ishte demonstrata e parë zyrtare antikomuniste në Shqipëri. Pra si gjithmonë, Kavaja ka qenë e para. Pra në 90-ën ishte e para, në vitet e demokracisë ishte e para se themeloi degën e parë të Partisë Demokratike në Kavaj. Në ndryshimet e mëdha ishte e para dhe vazhdon Kavaja të mbajë flakadanin, pishtarin e parë të demokracisë, vazhdon të mbajë pishtarin e antikomunizmit, vazhdo të mbajë pishtarin e antiregjimit të çdo diktaturë që qeveris vendin tonë. Më pas, kujtime të freskëta të sakrificës së popullit Kavajës solli edhe kryetari i shoqatës 26 marsi, zoti Tahir Okshtuni. 36 vite më parë, Kavaja jonë heroike u përball me diktaturën më tegër të komunizmit. Ajo bashkë ne, baballar, motra, vëllezër, u bashkuan kundër diktaturës dhe thyen atë mitin e një diktature të egër në gjithë Evropën. Prandaj, ne sot kujtojmë me krenari këtë ditë të shënuar dhe ta mbajmë këtë ditë si ditën tonë më heroike të qytetit tonë, që është një qytet demokratik, që kërkon vetëm liri dhe nuk pajtohet me njerëz ose me diktatura. Prandaj i bëj thirrje gjithë rinisë që të jemi të bashkuar, sepse vetëm të bashkuar ne mund të përballojmë këtë situatë që ndodhemi sot. Fjalët më të plota të këtyre kujtimeve vijnë nga historiani dhe studiuesi Xhafer Xhihani, i cili dha disa detaje të veçanta për këtë ngjarje historike. 26 marsi, dita e pranverës Kavajëse. Shumë ka përpara se sa t'ishe një numër ka që madhë të rish këtu, shpërtheu një nga lëvizjet më të fuqishme dhe e para në të gjithë Shqipërinë. Kjo ishte lëvizje për demokracinë, për lirinë, për drejtsinë e rinisë Kavajëse. Ka qenë ditët më të shtuhishme. Ditët kur Kavaja u ngrit e para, 8 muaj para studentëve. Kavaja ishte ajo që edhe kur u ngritën studentët, me gjithë u prisë rrugën, merrte rrugën e Kodrave, pra nga rruga automobilistike që e pengonin sampistët, merrte rrugën e Kodrave për të gjetur studentëve në ditët e tyre të vështira. Qyteti i Kavajës është dhe ka qenë gjithmonë ushtria vullnetare rezervë e lirisë dhe ka ky popull gjithë jetën e tij ka qenë ushtar i ku ka pas nevojën Shqipëria. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Shqipërisë, zoti Flamur Noka, në fjalën e tij vlerësoi kontributin e paçmuar të qytetit Kavajës kundër regjimit komunist në vitet 1991. Kavaja, e cila i fali edhe një dëshmor kësaj dite, shërben si shembull. Ai tha se shembulli i këtij qyteti që vrau frikën duhet të ndiqet edhe sot nga qytetarët shqiptar për të rrëzuar, sipas tij, regjimin e Edi Ramës. Sot Kavaja jep përsëri një mesazh në krah të Partisë Demokratike. Sot ajo ditë është apel për çdo shqiptar të ngrihemi se vetëm revolta, se vetëm kryengritja është rruga ndaj regjimit. Pranvera e vitit 90 për Kavajën ishte një gongje që po sinjalizonte qerjen e luleve
për demokracinë shqiptare. Ndaj edhe sot ta nisim nga Kavaja këtë mesazh, që të ngrihemi në kryengritje, në përballje, në revolt ndaj regjimit dhe Kavaja përsëri të jap sinjalin se është gonxha e demokracisë, të dhunuar demokracisë së marrë peng nga narkoregjimi. Për jetë, nder dhe kujtim dhe respekt edhe për Josip Budën, një nga protagonistët e asaj ngjarje dhe të gjithë protagonistët e tjerë. Pas fjalës së tij, të pranishmit vendosën kurora me lule në përmendoren e dëshmorit të demokracisë Josip Budo, por edhe në monumentin e dëshmorit të kombit Indrit Cara. Pas vendosjes së kurorave, u bë edhe nisja tradicionale e trofeut ciklistik 26 marsi nga Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Bashkinë.